Është syfyri I fundit për këtë vit. Me dëshpërim dhe mërzitje, po përcjellim një mik të zemrës, një mik të shpirtit. Po përcjellim Ramazanin. Por le të shërbej ky Ramazan si kthes për jetët tona. Le të shërbej ky Ramazan si motiv për të shtuar devotshmërinë, veprat e mira dhe leximin e Kuranit famëlart. O Zoti im, më shto diturinë, më shto devotshmërinë. O rrotulluesi I zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde. O Zoti im, më fal dhe më mëshiro, se ti je falës dhe mëshirues. O krijuesi I qiellit dhe I tokës, mëshiroj prindrit e mi, ashtu siç më rritën dhe edukuan kur isha I vogël.